Do me thonë, të nesërmen na vazhdojmë mirë të objekti që e thash, pas marrjes të objektit, agimi vjen të kazerma, dikun pas një ore ma tepër. Shihemi aty. Mirë po, me qenë se jemi në emision shkurt, këtu mos me zgjatë se muj me dhonë dhe detajet. Gjitha kryesore me 11 prill, ditën e rënjes sot, që jemi 26 vjetorin, kemi qenë bashkë nga kazerma me agimin ku pikërisht atë ditë e pranoj pagëzimin e kodit ose nofkës Kobra. Në bazë njësisë në radiolidhje mund dëgju si Kobra. Edhe nga kazerma deri në ras me ushtarët që nisemi, në gjatë rrugës takojmë edhe Xhemal Fetau, Sena Liçka, Cima ka qenë me pseudonimin Xhemal Fetau, cili ka qenë njeri shumë i fuqishëm dhe advetar, s'me sa e di ka ardhur prej Suedis, edhe ata kthehen me neve deri në rast takojmë komandantin veteranin Sali Qekun, pikërisht komandantit Sali Qekut ja dhuroj në rast një çantë të ngjashme si kjo, të komandantit serb të kazermës, me dokumenta. Edhe pasi ja dhuroj, ai atë çantë, ato dokumenta i kanë shfletuar normalisht, mirë po ne atë ditë nismi në detyrë të rëndësishme që t'i marrim pozicionet së bashku me agimin ku na kanë bashkangjit dhe ushtarët e komandantit Lonit që ka ardhur njësia prej shtabit përgjithshëm të QK-s për me marrë pozicionet e fortifikume dhe komanduse në vijën e dytë në Zhare, ku i kanë pasë në vijën e dytë edhe pjesën e artillerisë me 3 minahesa në Oplaz. Si pas agimit atë ditë, është dashtë që Delta Forcat të vinë t'i marrin në pozicionet në Oplaz, ne në Zhare dhe krahu i djathtë i yni dhe i majtit i Delta Forcave të bashkohemi dhe të vazhdojmë gjosa jashtësh për me marrë dhe Junikun. Mirë po, në luftë ndodhin ndryshimet në qast, me qenë se sulmojnë pozicionet tona, agimi vendos që t'i kthejmë ndihmë, ku ma jep mua radiolidhjen kryesore, një Motorola e mban vetë. Qasje direkte, nga i moment unë agimi s'kemi pas, mirë po mu mbetet detyra kryesore asgjësimi i forcave që kanë dhënë mbështetje dhe kanë granatu pozicionet tona në ras ditën e 11 prillit, ku atë ditë me një sulm befasus të fuqishëm brenda minutash kemi asgjësuar atë njësi, ku kanë pas të vramë dhe komandantin cili ka pas kodin, se na i kemi përgjuar dhe në për radiolidhjet e tyne, Jaguar, edhe në një qenë, unë se kum ditë që qeni atë ku ka qenë me nofken edhe me gradën major qeni Lister, kodi Lister, edhe disa ushtarë mirë po forcat sërbe gjithherë e minimizojnë numrin e të vramëve, numri është shumë i madh, ku kemi tash edhe mundësinë edhe kemi ndëgjuar që ka të vramë edhe të tjerë për posë sërb në anën e tyre, ku kanë qenë të shërbyer edhe ushtarë të rregullt nga Malizia apo nga Sanxhaku me origjinë edhe shqiptare, po ka pas edhe individ edhe nga Kosova që i kanë shërbyer asaj ushtria atë kohë, cilët kanë qenë shqiptarë të përshtatshëm për pushtuesin sërb. Ka edhe të vramë. Edhe kryesore atë ditë na Kobrat kthehemi pa asnjë humbje në bazë, mirë po në vijat e para, pasi kthehemi e kuptojmë nga Saliu se Agim Ramadani ka ra dëshmor. Nga vendi i rënjes ku ka ra, duhet ata ushtarë që kanë qenë me ta të rrëfejnë dhe të rekojnë në mënyrë detaje si
ka ra. Kryesore nga rasa deri në objektin e kazermës që kemi marrë një ditë më parë, kanë marrë pjesë edhe ushtarët Kobra edhe tjerë ku ka qenë edhe Gjevat Ibraj nga pikërisht fshati Koshare, e lindën me origjinë saadione dhe ka qenë si polic ushtarak saadione. Atko edhe me 12 prill përsëri kemi vazhdu ne Kobra të mi kthye në rastin isni rama raketa unë edhe tjertë mirë po disa kanë pësue disa plagë. Agim Ramadani ka qenë vërtet një njeri i shkath, i gjallë, energjik, edhe pse nuk ka qenë me trup i zhvillum apo në i gjatësi shumë lartë, mirë po ka qenë nga intelekti shumë i zgjuar. Ka qenë i shpejt, mirë po unë po flasë për pjesën gjatë betejës së Kosharës. Fatkeqësisht ditën e 11 prillit, ballavaqimin e parë, ai bie dëshmor.